Vuani nga zora e trash, receta që jep fund problemit tuaj. Stili i jetës ka të bëjë me disa probleme të shëndetshme që janë përhapur te njerëzit. Në krahasim me të kaluarën, një ndër to ka të bëjë me zorën e trash. Njeriu në gjuhën popullore i njeh ato si kapsllëk. Mjekët sugjerojnë që të konsumoni disa lloje të lëngjeve për të përmirësuar lëvizjen e zorëve. Sipas Elipikon do të rendisim disa prej tyre. Lëngu i ananasit është i mbushur me veti që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj tretës. Ai përmban një enzim të quajtur bromelain, e cila ndihmon në përmirësimin e lëvizjes së zorëve. Lëngu i mollës mund të mbajë larg kapsllëkun. Ky frut i mrekullueshëm është i pasur me fibra, minerale dhe vitamina që ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut. Lëngu i portokallit është i shijshëm, i pasur me vitaminën C, minerale, fibra dietike, të gjitha këto ndihmojnë në mbajtjen e ujit dhe ndihmojnë në stimulimin e lëvizjeve të zorëve. Lëngu i limonit është një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe fibrave, të dyja janë të mira edhe në lehtësimin tuaj kundër kapsllëkut.